Rikualifikimi i lagjes së Spitalit dhe Skënderbeg si një mënyrë për të zgjeruar qytetin, krijimi i hapësirave të reja për parkingjet dhe hapësira të gjelbra, si dhe ndërtimi i një çezme të re. Këto ishin kërkesat të përfaqësuesve të opozitës në Këshillin Bashkiak të Lezhës gjatë diskutimeve të projekt buxhetit afatmesëm 2026-2028, si dhe buxhetit faktik të 4 muajve të parë të këtij viti. Së pari, dhënia zgjidhje duke ndërtuar nga fillimi apo identifikuar një objekt dhe rikonstruktuar për ta përshtatur si çerdhe për fëmijët e qytetit Lezhës, prancimin në harkun kohor 3 viteve, rikualifikimin e plot lagjes Spitalit dhe lagjes Skënderbeg për bërë mundur zgjerimin e qytetit Lezhës. Pikë tjetër, identifikimi dhe krijimi i hapësirave të reja për parkimet publike në qytetin e Lezhës është një problem emergjent për gjithë ne, dhe vetëm zgjerimi i zonës urbane jep zgjidhje. Krijimi i hapësirave të reja gjelbërta në qytetin e Lezhës dhe në Shëngjin. Nënkretarja e Bashkisë Lezhë, Brikena Vuksani, tha se fal performancës me të ardhura dhe shpenzime, kjo njësi vendore ka një stabilitet financiar, që ka jep garanci për investime të cilat do t'i japin zgjidhje njësor problematikash. Duke marrë një analizë të planifikimit që ne kemi bërë, është në përputhje me situatën financiare që kemi pasur një vit më parë, ku kemi realizuar të ardhurat në masën 92.6%, ndërsa shpenzimet në masën 80%. Pra flasim për një stabilitet financiar të Bashkisë Lezhëve, një parashikim realist të ardhurat, planifikimit të ardhurat dhe shpenzimeve për 3 vitet që vijnë. Gjithashtu, kryesisht planifikimet kryesore të investimeve që janë në infrastrukturën rrugore apo në infrastrukturën për lulishtet apo për shërbime tjera që të ofrojnë qytetarëve. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Lezhës u miratua projekt buxheti afatmesëm 2026-2028. Faza e parë, buxheti faktik për 4 muajt e parë të këtij viti, si dhe pikat të tjera të rendit të ditës.